Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Real Story. Kanë mbledhur më pak se 60 minuta nga fillimi i ndeshjes midis Meksikës dhe Afrikës Jugut, ashtu si në vitin 2010, teksa e radhe festa më e madhe botërore e sportit, pikërisht Kupa e Botës në futboll, do të fillojë në stadiumin Azteca midis dy skuadrave. Nis një festë e madhe botërore ku njerëzit hanë futboll, pinë futboll në të gjithë globin. Ishte një botëror ku shqiptarët ju afruan më shumë se kurrë, jo me një, por me dy skuadra, me Shqipërinë dhe me Kosovën, duke shënuar kështu një rekord historik pra dy skuadra tona, cilët arritën ta prekin, qoftë me një dorë, ëndrrën e madhe të botërorit. Dhe pikërisht për mos humbur kohë, para se të fillojë kjo ndeshje para botërorit, do flasim pak për këtë Kupë Botës, e cila mund kishte patur dhe pak temi ngjyra kuqezi, me të ftuarit e mi, Sokol Haxhia, menaxher futbolli, mbrëma Sokol, kënaqësi të kem në program. Ledi Opano, legjend e futbollit, çik më pak se jadi i ti, futbolli ndërkombëtar, mbrëma Ledio, Max Tashi, autori programeve sportive këtu në ABC News, mbrëma Max, dhe Nertan Priti, autor i programit ton të përditshëm sports, edhe mbrëma Nertan. Mbrëma. Sokol, doja ta nisem me ty. Është kur të shoh për shkakun që sot do luajnë Meksika në grup me Çekin, ndoshta aty mund të ishte kush e bit, ishte Kosova apo Shqipëria? Kush u fut mes nesh? Se më e mend tani. Jo, mes nesh neve, domethënë duhet mas Polonisë kaloi Suedia, domethënë ne duhet shkojmë në Suedi. Kosova i binde që të ishte te ky krau këtej. Pra ju afro më shumë se kur ëndës botërore apo Sokol? Absolutisht. Është diçka e rrallë për ne që ju afrum aq shumë, siç kur vinë këto ndeshjet në për këto lloj kompeticione që janë megjithmonë të rëndësishme, ne na mungoi çik, si më thën, ai gazi që të kishim benzinën deri në fund, ajo na la pak, por megjithatë, për mendimin tim është diçka e suksesshme. Ne duhet, domethënë, edhe në edicionet e tjera që do fillojnë tani në shtator, duhet nisim, domethënë, sepse jemi një skuadër që deri dje që nuk kishim marrë pjesë në për play-offet e botërorit, sot, domethënë, ka një rritje për sa i përket vetë lojtarëve tanë në për botë. Domethënë, nuk arrit kombëtarja, sepse edhe niveli i lojtarëve tanë është rritur. Do kishte qenë gjë e madhe për futbollin shqiptar pjesëmarrje në një botëror, por unë mendoj se në të ardhmen... Shumë vetë thonë që ky ishte, se më ishte sepse disa prej lojtarëve ta nuk janë më të rinj, Berati është Gjimshit 33 vjeç, pra nuk janë më të rinj. Po kur e nisën, ishin brezë ndoshta i arti i futbollit shqiptar, nuk e di sa kohë do duhet që të përsëritet një cikël tjetër. Unë mendoj që ky është cikli, domethënë që s'du të egzagjeroj, po të gjitha kohërave cikli me lojtarët më të fortë që mund të ketë pas ndonjëherë Shqipëria, sepse kesh informacion 8-9 lojtarë që të luajnë Serie A, një që të luajnë Premier League, një tjetër që luajnë në La Liga, nuk është, domethënë nuk është rast që vjen gjithmonë. Tani shpresa është tek këto 3-4 lojtarët që i kalon mosha, siç mund të jetë Ajeti, Ysaj, duhet të shohim çfarë do na vi nga sipër nga U21 dhe çfarë do arrim të peshkojmë këto lojtarë që akoma se kanë pranuar të luajnë me kombëtaren tonë, siç është Gruda që është me përfaqësuesen e Gjermanisë, edhe që luajnë me shpresat apo? Po, me shpresat e Gjermanisë. Pra ai ka gjithmonë një mundësi. E mbylli me shpresat, luaj vetëm Viperi, që ka Tiomën shqiptare, është futbollisti, ai luaj me U21. Edhe ky talent i ri, për shembull, Ardi Mehmeti, edhe ky konsiderohet talent i jashtëzakonshëm, që luan me New York Red Bull në Amerikë. Vetëm 17 vjeç, për shembull, nivele shumë të larta. Mu edhe Kristian Shpendi përqeu të ndeshja fundit, megjithëse ndeshja ishte e dobët, përgjithësi. Duhet jemi realistë se ne gjithmonë nxjerrim... Na ul pak me kombëtar. Ne nxjerrim talenta gjithmonë 17 vjeç, edhe kur vjen momenti pastaj i themi ç'është ky ku e gjetëm këta. Kështu që kështu flisnim për Mehmetin, për ata që luan në Andis Mehmetin, që luan në Premier League, dhe luajti një ndeshje dhe tham ç'është ky, ku e gjetëm, ha? Domethënë gjithmonë i ngrejmë dhe i ulim kur në momente kështu kyçe. Sigurisht që e kishim fatin për me shku në botëror, por e kemi kush na e dogji fatin? Se unë kam një debat me. Unë besoj vetja. Unë them trajneri. Unë besoj vetja,
kur them vetja, sigurisht që trajneri edhe deri diku edhe lojtarët. Pa diskutim që është një grup i mirë, atë që tha Sokoli, por që nuk jam me atë që është grupi më i mirë i gjithë kohërave, sepse kemi qenë shumë më afër edhe në tetën, nuk e di ku. Botrorin e Meksikës, për sëri. Fiks. Edhe për një humbje në Greqi që mund të shkonim atje. Kështu që me lojtar klasi, me lojtar... Ndoshta ky kanë shumë mundësi zgjedhje për shembull, ka pas zgjedhje të shumta. Po atëherë kishte mundësi zgjedhje. Jo, kishte një formacion tip me talente. Se këtu jam subjektiv, pra Tirana që ka qenë pa diskutim ekipi më i mirë. Po pastaj ishte Vlora, po kanë qenë brezat më të mirë edhe të Partizanit, edhe të Dinamos, të Elbasanit, të Shkodrës, deri Gjirokastrës edhe të Apollonisë. Brez jashtëzakonshëm. Të gjithë ekipet kishin 2-3 lojtarë që spikateshin, apo Majaci i Apollonisë. Po, talente plot. Gjirokastra ka pasur, Elbasani ka pasur, Ballgjinët e Durrësit, Korça ka pas, Vlezit Kërçish e tjera, me Luarasin e tjera. Ishte vetë prodhimtaria e atëre që ishte shumë e madhe. Edhe unë besoj që atëre ishte kush e meriton të lunte. Në përqindje më të madhe, jo, sepse mund kishte edhe ndonjë kokër që, por që edhe ai e meriton të që të luante, jo në 100%, po të paktën në atë 22 që ishte atëre... Po e di pse temu Ledio, po të rikthehemi viteve të 10, që unë mendoj që jemi dakord gjithë që krahasohet me plejadën që luan tani. Unë mendoj që diferencën e bëri trajneri. Pra, ishte shoqëri Reli, i cili i mori të shpresat, i kualifikoi në çerfinalen e Europianit. U ishte të Europianit, po. U eliminuan përballë Italisë, që ishte Brezi. Të Mallçinit, Vjalit. Ishte Brezi që më pas doli kampion. Dhe le temi nuk ishte një turp të eliminohesh nga Italia. Dhe ishte po ky trajner që mori po këto brez lojtarësh dhe pastaj pavarësisht që ishte trajneri i Tiranës, po i rriti vetë e tërë edukoi. Pra, pse them unë ishte trajneri? Unë mendoj që Silvinjo e dogji një shans të mirë që ne kishim sidomos me ndeshjen e Polonisë. Pa diskutim që është Brezi. Për mua është Brezi. Po shoh që edhe trajneri që kanë zgjedhur tani, unë e kam fshirë trajner Serie B. Unë besoj që është më i mirë se sa Silvinjo. Është më trajner. Është më trajner. Me Silvin që ka, unë besoj që është më trajner. Po sikur s'ka ambicën e dur. Po ndoshta duhet më shumë kohë. Nuk mund ta flasim për një javë që ai ka, sepse unë nuk besoj se ajo ishte kombëtarja e zgjedhur prej tij. Unë besoj që ishin lojtarë të thirrur nga ata që e njohin kombëtaren, edhe ai ndoshta me atë të vetën tha më mirë, po i shoh një herë se çfarë grumbullimesh ka, se çfarë lojtarësh ka, edhe nuk po ndërhy, besoj, nuk po ndërhy aq sa duhet për të ndryshuar me një herë në një javë me ndryshu shumë gjëra. Kështu që unë besoj që ai i ka vënë pikat mbi në këto dy ndeshje. Shpresoj. Duhet besoj sepse... Edhe kjo Nations League është si biçim Serie B është, edhe kjo si... Unë Maranin e njoh personalisht, të me thënë se... Po që vërtet është rekordmen në pushime nga puna. Jo, atëre në Itali, po të figur se gjithë janë... Nuk ka trajner që ka bë 10 vjetë karrierë që nuk ka 5-6 e zonër që i thënë. Por Marani, për menimin tim, unë e kam njoft të Kievo, sepse i kam transferu 2-3 lojtarë periudën që ishte ky, është një njeri shumë punëtor. Ti edhe fajtor për Debiazin, kështu që duhet të ke kredibilitet në lartë. Jo, te ky, te Debiazin pyetën, këtu nuk kam... Fajtor tojtë. Dhe du të them që Marani është, për menimin tim, është trajner klubi. Që ti jesh trajner kombëtarje, unë për shembull një trajner kombëtarje që kam pa, që më ka ngel shumë në mënd, që e kam njoftë edhe atë sepse isha napat e mi të pare që ndisha kombëtarje, ishte Otto Bari. Dhe me thënë, a ishte në tecme, vendoste do luj ky nuk ka flet, autoritar, po kishte sy. Dhe me thënë, kjo neve na ka mungu. Me grupin e lojtarë që ne kishëm, unë e kam thonë gjithmonë gjatë këtyre 3 vjetëve Silvinjos, që Silvinjo fitoj nga Shqipëria, ne nuk fitu nga Silvinjën. Edhe pse njerëzit thënë, jo për na qenë play-offet e botrorit, jo për na qenë Evropian. Në Evropian kemi shkuar. Ram nga National League, në Evropian shkum sepse po ti shofësh ndeshjet, në më thënë, lojtarë si Jashtira Sani, morëm një 6 pikë me 2 gjutje,
Mrekullira, thoi, ja? Mrekullira, pas një rast. Minuta me 2 gjuhët nga 30 metra. Neve në këtë moment, po të kishim pas, në më thënë kone si vinë, po të kishim pas një trajner Zanatli, që dite, po të trego Kosova me fot, do më thënë është diçka. Kurse për Maran, në National League ne kemi grup me Finlandën, Bielorusin dhe San Marinon. Teorikisht e kemi të letë, praktikisht nuk është se kishim me Sylvain Sulakarta është... E tonë të rjesh nga Luksemburgu, Nuk e kemi të letë me ndeshët që po të regojmë. I ktheve pak botrorit, Max, si e shikon këtë botror? Me që botror interesant sepse 48 skuadra për herë të parë, 104 ndeshje, 16 qytete, pra do të thoshe një lëvizje jashtëzakonshme sportive, por... Një kontinent i tërë. Po, pra, patjetër. Por, nga ana tjetër, për shumë kemi dhe shumë disnivele, unë do shkoj disnivele të mëdha, për shumë, ka skuadra që ndoshta Haiti apo ndonjë tjetër që rikthehen mbas 30 apo 28 vite, për shumë Haiti, ku ka qenë era e fundit, ka qenë 98 që ka marrë pjesë, pastaj skuadra tjera, deri diku unë do shoh për shembull skuadrat emrat e mëdhenj, kandidat për ta fituar trofeun, dhe ndërkohë pastaj të shikoj nivel, themi të dytë apo të tretë, që do të ketë diferenca të mëdha. Kjo është ajo që megjithatë pastaj nga eliminime direkte, dhe më tutje pastaj gjërat mund të kenë rivalitet më të mëdha. Do flasim për favorit. Megjithatë një botror i shënuar edhe nga ngjarje jashtëfushë apo jo? Po, patjetër, më shumë po flitet për ato jashtëfushë ekstra futbollistike se sa në Amerikë, patjetër, se sa për futbollin, për botrorin, si turne futbollin tërësi. Por gjithsesi, për ta përshkuar aty edhe për ta vazhduar pak pyetjen e parë që i bëre Maxit, po lexoja pak më parë dhe është shumë e bukur një nisje shkrimi, që thoshte Messi, Ronaldo, Yamal, Mbappé, Trump, Infantino, kjo është ngjarja më e madhe pas Big Bangut. Kështu që dhe pikërisht ishte një Michel, është kjo Michela që bën shpërthyes këtë botror, sidomos tani përpara kjo për shkak të polemikave që kanë nisur për gjërat e Në septetën amerikane thonë ky nuk kishte momentin më i mirë për të bërë një botror në Amerikë. Kjo është ana politike pasaj. Jo vetëm, se flasim masat e sigurisë, pikërisht me tifozësh, trajnerësh, lojtarësh, gjyqtarë. Për shembull, pamjet e kemi parë ishin që s'kishim parë Cannavaro që kontrollohet. Edhe kur u bë botrori në Argjentinë ishte junta ushtarake, nuk ishim parë me këtë e krahasondi, kur nuk ishte parë këtë trajtim, sidomos për ekipet kombëtare që janë të akredituar nga... Është edhe media, po shifra për shembull një moment, ai momenti kur kontrollohet lojtari i Senegalit, e bëhet lup, ai është një moment, ndoshta aty një moment patjetër që po. Kalon në aeroport, kontrollet janë ato shaka. Përveç se kur je papa, mreti anglisë, presidenti i Shtetit Bashkuar, kontrolli ishin disa detaje sokol që bëjnë diferencë, sepse Senegali nuk u kontrollua në dogan. Pra, ku shkojnë gjithë njerëzit të policia, të tërheq, ka dyshime të tërheq, por u kontrolluan pistë, me njerëz që zbritën nga avioni. Pastaj ishte kampioni i botës, Cannavaro, njerë nuk mendoj që vetëm në Amerikë nuk mund të njohin Cannavaron, që e kontrollohet sa zbriti nga autobusi me metal detektor, ai u tua fare, i mori çantën. Po jo vetëm kampion bote, topi është një fotografi. Është një fotografi tjetër e Kevin De Bruyne. E Kevin De Bruyne dhe ai ulur në pistë në aeroport që e kontrollojnë këpucët me metal detektor. Po nuk ka dallim ama, nuk është çështje që vjen nga Afrika, po thjesht ka pasur Anglia për shembull, se këto e krahason. Anglia kishte trajtim tjetër, Spanja kishte trajtim tjetër nga autoritetet. Gjithsesi ata varet se ku janë ulur. Jo, unë besoj që varet ku janë ulur. Ka vende që të kontrollojnë shumë, ka vende që janë më... Kapiteni i Irakut u mbajt 7 orë në dhomën që kanë në aeroport në Chicago. T'jesh nga Iraku, sigurisht që do kontrollohesh. Arbitri më... Probleme është kur ti merr pjesë në je kualifikuar me merit botror.